Dhe motra, kalamaj do të thosha, arriti dita që ky e kam më të vogël, fakt Zahun, kurse unë të miti kam mbi 25 vjeç. Dhe normalisht jemi këtu për të thënë me pak fjalë. Ne nuk kemi kundërshtar sot ata të cilët përpiqen të thonë se e kaluara është më e mirë se sa e ardhmja. Ne problemin kryesor e kemi me zgjidhjen e shqetësimeve bazë që ju keni, jo vetëm për shkollën, por edhe për standardet dhe cilësinë e jetës, duke trokitur në dyert e shtëpisë më të madhe dhe më të pasur të botës me emrin Bashkimi Evropian. Jemi një hap afër. E kemi humbur këtë shans. Kur ne me shokun tim këtu kemi qenë të ri, po në atë kohë, në 96-ën, kryeministër ishte ky që sot është kryetari i opozitës. Pastaj ndodhi 97-a dhe ne të politikës treguam se shpesh jemi një përplasje midis gjysmakësh dhe çrykësh. Dhe ju na shikoni si njerëz të cilët nuk e kuptojmë, po e vërteta është se sot kemi ardhur të themi ju kuptojmë shumë mirë. Ju kuptojmë shumë mirë dhe kemi një çështje të hapur e cila është të qenit pranë jush. Ne dim shumë mirë që një pjesë e juaja këtu ndjen më të vetmuar. Me gjithë se ka rrjetet sociale, e ndjeni më të shqetësuar për sa i përket ku do shkojmë me shkollën, si do fillojmë një punë, e kështu me radhë. Kjo fushat është fushat e detajeve njerëzore, jo e mitingjeve. Unë nuk do e them fjalën buf, mbaje me respekt, më thotë mua, po jemi në plazh, edhe më duket sikur jemi kthyer të dy në një vend që na ngjall kujtime shumë interesante. Jo, mua më kujtohet kur isha laguristë, më nxorën ata. E tha vet. Kështu që kur bënim debat me kolegët e PD-s, ju thash, ky u ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne. Ju falemderit. Në 11 maj e dini vet. Fitore. Ore shiko, ta sqarojmë këtë, më fal. Ta sqarojmë këtë se ju jeni të vegjël, nuk i dini këto. Se do habitën o çfarë thot ky, pa gjë. Shikoni si është puna. Kur isha moshën e disave nga ju këtu, dola edhe unë për liri e për demokraci, po nuk i doja këta, bufin me këta tjere, nuk i shqivja do të me sy me thënë drejten edhe nuk vajda, se ndërkohë bufi ishte me partinë e vjetër, kishte tesrën në xhep të partisë komuniste, edhe bënte si shefi i antikomunistëve. Pandi vajti me komunistët, unë thash po dalë në për Europë të shoh botën. Edhe dola në për Europë, lirin e fitova. Edhe më thonë në Europë, ca miq që shiko janë ca plazhe nudo, që shkojnë njerëzit edhe lahen si që ka bërë natyra, nëna, zoti, si doni ju. E thash po e provojmë një. Shaka. Isha me një shoqen time, me ca shok tjerë dhe vajtëm atje. Edhe bëm dhe fotografi. Atje e normal, s'kishte në gjë, me thënë drejtën, ja u them unë, nuk kishte asë gjë. Kur janë të gjithë ashtu, nuk të bëm përshtypje. Edhe mas shumë vitesh, kandidoj unë, isha kryetar i bashkisë, edhe kandidoj për të ribërë kryetar bashkie, dhe këta kënetës
se si e qysh, po s'është histori e gjatë, i marrin, i gjejnë këto fotografitë e mia, cullak, edhe më qojnë edhe telefonata anonime që tërhiqu se do të turproj me tjerë, unë të shërë që të më bëjnë këta mua? Së më shkon të mëndja. Tërhiqu, se do lësh name, do të bësh gazi botës, se do të pështyn gratë në rrugë, më thoshe në telefon. Se kuptoja se ku ishte fjala, kur një ditë përpara se sa t'i botonin, i keni në Google, po ishit kurios, shkruan e dy Edi Rama Nudo, del aty. Edhe, për tani, që e mua bet kotë, sa keni pa ju, edhe, mi qojnë me zarf, i hapun ato, shoh veten time, po ishe mas shumë vitesh, e shoh veten time, gjëja e parë që më shkoj mend tash si jam më kaqëri. Pastaj sigurisht që më erdhi siklet, tash ç'a do ndodhi tash, do më nxjerrin këta. E më nxorën gazet. Më nxorën gjithë faqja e gazetës aty, gjithë ky zdap. Siç më kishte bërë nëna, por kuptohet 2 metra. Edhe pandi unë mbulua me organ, nuk doli nga shtëpia ditë fare, iku kjo punë dha, edhe merrte në telefon maman time të shkretën që janin hallet me njëri tjetrin, me pandin. Të tjerët më thoshin, mohoje, edhe një javë kishte zgjedhje, ishte të dielën, kjo doli në fillim të javës. Mohoje, dil thuaj është montazh, është shu, thosha unë, po si ta moj, jam unë, si të moj, që kam bërë, s'kam bërë në gjë. Unë si isha politikan, isha njëri i lirë, si. Do të dalë të shita më hojtë